Përpjekjet e Trumpit për të bindur përsëri përpjekjet e Netanyahu për të bindur përsëri Trumpin për rrezikshmërinë e programit balistik raketor të Iranit tregon në një farë mënyrë që edhe Amerika edhe Izraeli dështuan në asgjësimin e këtyre programeve, përveç programit bërthamor, por edhe të programit raketor. Pra kanë dështuar. Vetë fjalë që Irani mund të ketë humbur vetëm gjysmën e 3000 raketave që kishte dhe mund të ketë 1500 të tjera, gjënje, ndërkohë që po punon masivisht për të ndërtuar të tjera. Në një farë mënyrë Irani nuk heq dorë nga forcimi për mbrojtjen e vet raketore, ndërkohë që mund të ketë marrë dhe ka ripërtërit sistemet e paralajmërimit hershëm që ju azësuan apo sistemet antiraketore që ju azësuan në luftën 12 ditore dhe tashmë ata po luftojnë por mendoj që shkalla e kërcënimit në këtë rast nuk është ashtu siç e proklamon Izraeli, domethënë ka rrezikshmëri, po me sa duket ata mendojnë nuk kanë arritur të forcojnë që të kalojnë në pozita sulmi. Irani mendoj se është në pozitë mbrojtëse për momentin dhe i druhet në sulmi tjetër izraelito-amerikan, sepse ja kanë bërë qartë, edhe izraelitët ja kanë bërë qartë, por edhe amerikanët kanë bërë qartë që atë që nuk arritëm ne mund ta përsërisim, domethënë mund bëjnë një sulm tjetër. Gjithsesi kjo vetëm sa tensionon situatën në lindjen e mesme, në një farë mënyrë tregon që edhe Izraeli nuk nxorri mësimet e duhura nga ajo goditje, nga ajo përplasje dhe duket ato gjitha dobësitë që u evidentuara ata po përpiqen ti korrigjojnë në mënyrë që pastaj të paraqiten më kompakt në rast se një goditje tjetër. Në rast se një goditje tjetër të pritshme nga Izraeli. Pra në një farë mënyrë ata nuk po heqin dorë nga politikat e tyre kundër Izraelit. Ata pretendojnë se do të zhvillojnë edhe programin bërthamor, pavarësisht se shqetësimi në këtë rast i Izraelit është për programin balistik dhe raketor, ndërkohë që Izraeli deri tashmë ka proklamuar që sistemi mbrojtjes raketore i shtrezuar i Izraelit është i pakalueshëm, por në fakt nga Irani u kaluan dhe dëmet ishin të konsiderueshme. Tjetër gjë që mediat nuk i kanë dhënë shumë, po edhe në luftën 12 ditore ka pasur goditje, domthonë ky sistemi i mbrojtjes apo kupola e hekurt e Izraelit nuk është se ishte e padeportueshme. Dhe kësaj u hodh Izraeli tashmë, din që Irani nuk ka kapacitete për prodhimin e armësh bërthamore apo edhe nëse ka nuk do të arrijë dot, por i duhet rritjes së kapaciteteve balistike dhe raketore, sepse e provoj që me këto mund të Irani arrin të prek Izraelin dhe siguria e Izraelit nuk është e garantuar tashmë. Nëse Irani merr një vendim për të goditur ose për të përgjigjur. I ka ende kapacitetet për ta bërë këtë. Po, ata po punojnë shumë intensivisht. Irani po punon shumë intensivisht. Kjo do thotë që ata do vazhdojnë me synimin e tyre për të qenë një lojtar kyç në lindjen e mesme. Domethënë, kjo do të bëjë që përsëri presidenti Trump edhe bashkë me liderët e tjerë pro-amerikan, po e themi të lindjes së mesme, të mendojnë për hapat e tjera të më të tjeshme në raport me Iranin, pra sepse Irani nuk po heq dorë nga synimi i tij për të bërë një fuqi rajonale me ndikim dhe me diktim në lindjen e mesme. Zoti Shala, unë ju falenderoj shumë që ishit sot me ne dhe ndat këtë analizë lidhur me çështje që varionin nga Ukraina e deri tek ato në lidhjen e mesme dhe Iran. Ishte një kënaqësi. Faleminderit. Shikues të nderuar, shkëputemi për pak çaste publicitare.